Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me inicialet AV 18 vjeç, banues në Vlorë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga forcat e posaçme shqiponja, ju gjetën dhe ju sekuestruan 2 përforcues grushti, një sasi lënde narkotike kanabis dhe një gëzhoj arme zjari, po këta specialist referuan materialet në prokurori për vlerësim. Pasi më datë 30 tetor 2025, ka ndërruar jetë, dyshohet për shkaqe natyrale gjatë kohës që po ushtronte aktivitet fizik në palestër, shtetasi me inicialet FC, 65 vjeç, banues në Itali. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand arrestuan shtetasin me inicialet AB, 56 vjeç, banues në Ksamil, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj motrës së tij, e cila ishte pajisur me urdhër mbrojtjeje ndaj tij, po këta specialist referuan materialet në prokurori për vlerësim. Pasi më datë 29 tetor 2025, ka humbur jetën dyshohet për shkaqe natyrale në banesën e saj në fshatin Çuk, shtetësia me inicialet DL 86 vjeçe. Më datë 29 tetor 2025, është dërguar për mjekim të specializuar në Spitalin e Tiranës dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën, një shtetase e mitur 12 vjeçare, pasi dyshohet se ka konsumuar medikamente mjekësore. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin me inicialet GP 25 vjeç, banues në Vlorë, pasi u konstatua duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.